Bismillahirrahmanirrahim. Po mundohemi me e përmbyll surën Saf, pra meditimet tona rreth surës Saf. Nuk ka qenë qëllimi as fillim as tash me elaboru e me sqaru në detale. Pra normalisht duhet një kohë tjetër, edhe mbi gjitha duhet një audiencë tjetër, sepse zbërthimi i surës në detale kërkon paraprakisht një uri shumë të thella rreth gjuhës, po të kuptimit, të fësirit e kështu me radhë. Mirë po, për fund, pra, mundu me sqaru ja ju alladhina amanu ke thirrja e dytë, tu'minune billahi wa rasuli wa tujahidune fi sabilillah. Pra prap, vetë se këtu na jep kështu si panoram qartë, wa tujahidune fi sabilillah, atje thot yuqatilune fi sabili. Sepse edhe surja ndoshta pe kuptimeve kështu që mundemi me nxjerr shpejt është sepse Zoti sikur na flet në veten e tretë, në arabisht ai për emrin e vetes tretë është për madhështi. Wa huwa al-azizul hakim. Prapa indallahi tek Allahu, inna Allahu yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili. Ose për shkak se ka përmendur emrin e tij dhe për emrin gjithmonë i kthehet atij që është më afër. Në gjuhën arabe kjo është kështu si parim. Tek ulemat atje pastaj ka përjashtime, është një libër i bukur Imam Zamakhshariut rreth për emrit secilit i kthehet më përpara, ose teksa ja kthejmë për emrin atij emrit më të afërt, ose atij më larg, nxjerrim dobi tjera, dalim përtej atij kuptimit të jashtëm. Ja ju alladhina amanu, prap ma domon jeni largësisë me na tregu sa është e rëndësishme këtë çështje. Gjithmonë nëse e marrëm atë se këtu ka diçka të fsheht, diçka të hiqun, diçka të largume, ja ju alladhina amanu hal adullukum. Hel, pra kjo është për të mirën e ju. Hel adullukum, nuk jeni të obligum, jeni të lirë, mirë po nëse doni krenaria, nëse doni fuqia, nëse doni fitore, nëse doni madhështi, nëse doni lavdije, kështu më radhë, hel adullukum, a doni me u tregu rrugën, nuk është rruga aty në marrëveshjeve, në tavolinë, nuk është ajo rruga domon e dorëzimit, e fatkeqësisë, e vajtimit, e përçarjes, e hudhjes fajt aty tjetrit. Hel adullukum, a doni me u tregu juve, ja ju alladhina amanu, kjo vlen për juve, sepse ata të tjerë që moti domon kanë dalë kundër, që moti kanë dezertu. Nëse meditoni Kur'anin, e shihni se si Zoti domon i shpërfaq edhe i shpërfytyron domon munafikat. Në rastet domon vendimtare, ata i dalin karshi edhe rrugës, edhe besatimit, edhe beslidhjes, edhe marrëveshjes, edhe kushtetutës, edhe ligjit, edhe. Hel adullukum ala tijara. Ala tijaratin, sa është e madhe kjo tregti. Sa është me vlerë, sa është me peshë. Ja vlen vallahi edhe therrja, edhe gjakderdhja, edhe sakrifikimi, edhe vdekja në këtë rrugë. Ala tijaratin tunajjikum min adhabin alim. Sigurt e keni që kjo tregti, kjo beslidhje, kjo betejë, kjo luftë, ky ballafaqim nuk shkon kot. E ka një premis, e ka një beslidhje, e ka një përfundim, e ka një rezultat, e ka një shpërblim, e ka një moto, e kështu me radhë. Ala tijaratin, edhe ka ardhe pashqume. Kjo tregti nuk është e kufizume, as njerëz, as në palë, nuk e ka kështu atë monopolin e saj, nuk e ka një grup i caktuar, nuk e ka një emën, nuk e ka kështu një parull, e një isharet. Ala tijaratin, është tregti e hapun universale në të gjitha kohrat edhe vlen për secilin. Këthire u drejtohet ama bashkë secilit prej muslimanëve. Edhe secili mund, secila sakrificë, secila përpjekje është edhe e vlefshme, edhe lavdueshme, edhe kërkume. Ala tijaratin tunajjikum min adhabin alim. Min adhabin alim. E sa është i vërtira i dënim në ditë kur dalëm për Allahut më ndonjë. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dhalikum khairul lakum tu'minuna billahi wa rasuli. Të besoni në Allahun e mëndum ashtu siç duhet, larg atyre euforizmave, larg atyre pështjelljeve, atyre pështjellimeve, atyre egzagerimeve, atyre thirrjeve që janë domosdoshmë që brojnë prej fanatizmit e prej
asoj frymës së një grupi të caktuar, duke ndërlidh xhenetin me një emën, duke ndërlidh xhenetin me një grup, se nëse nuk beson se Zoti po qëndron ka kështu e ashtu, e tash do të me diskutu me pafund libra se Zoti a është lart, a poshtë, e a ka Zoti dorë kështu më radhë. Këto janë thirrje të thata, të harxuara. Tu minun e billah, o vëllezër, akidia ajo është ngulitur në zemrën e njerit. Akidia bën çuditëra. Ande Allahu tha për Ibrahimin alayhis salam, inna Ibrahima kana umma. Inna Ibrahima kana umma. Krejtën e Hishamit, inna Ibrahima kana umma. Ibrahimi edhe Abrahami alayhis salam, ai ka qenë ummet në vetë, o vëllezër. Walem yakun min al-mushrikin. S'ka qenë asnjëherë as prej atyre që i ka bë Allahut shok, as prej dhujtarëve, as prej mohuzve, as prej atyre që kanë përly besimin e tyre me diçka nga shirku. Kana umma, ka qenë ummet në vetë, o vëllezër. Sepse akidia është ngulitur në zemrën e njerit. Akidia bën çuditëra. Edhe pisure më të bukura që shumë ka dashuru se të kutbi Zoti më të dhilali i tij është surja Isra. Sa bukur i qasët besimit. Besimi nuk është me spjegu shumë rreshta, e me përpilu libra, e me ndërliku gjanat, shprehet me qenë kështu shumë të artikulume. Akidia diçka e thjeshtë në kuptimin që pra duhet vetëm një zemër e pastër. Një zemër që është e gatshme me sakrifiku çdo që e posedon në rrugën e Allahut, më thon. Tu minun e billahi wa rasuli, edhe në pejgamberin e tij. Po çysh beson njëri pejgamberin duke i ndih ato vëllezër edhe praninë e tij, urdhën e tij, këshillën e tij, shembullin e tij, sakrificën e tij në personalitetin e vet. Duke u mundu me i përngjoh atij jo vetëm në domthon pjesën e jashtme, pjesën e trupit, pjesën e mjekrës, mbi gjitha vëllezër me i përngjoh pejgamberit alayhis salam moralin e tij, shembullin e tij, sakrificën e tij, kur ka ndodhur një betejë, një luftë, kur është dashur me qenë ai dikun i pari, ai ato ka qenë. Nuk është nis një kështu qetë, qoftë e madhe e vogël për një aksion e betejë, vetë sa i ka qenë ai i pari që ka jap keq që ka pas, në mënyrë që mos me dështu as aksioni e as tentativa. Dhalikum khairul lakum, që kjo është më e mira për juve nëse e dini. Ai në fakt ata e din, po nganjëherë ato joshjet, epshet, qefet e kështu me radhë e bojnë njeriu me uzbraps. Edhe në surën Tauba parno gjitha ajo sure ka thujë surja pendimit, e ka filluar pa bismillah, fillon me distancim bara'atu dhe e pjen bara'atu, fjali emrore, gjithmonë ka distancim, fundot wa ala thalathat alladhina khulifu. Dhe pra ata tre cilët u zbrasën, i e ka pru foljen duke mos e tregu failin, duke mos e tregu veprusën. Pse vëllazër? Sepse realisht është ata s'kan dashur me u zbraft, mos me shku luftën e Tebukut. Po para na vëllazër kur e ki shtëpinë kështu, shtëpinë e mirë, me klim, domon veturën jashtë, ato kafet afër shokët, edhe ata për shembull devet i kanë pas të lidhta, edhe ka qenë vape e madhe, uji ka qenë afër, familjet e tyre, bashortët e tyre. Automatikisht domon i është zbukuru jeta e kësaj bote. S'ka pas nevojë ata heqet kështu me qenë nga shnymë asaj. Mjafton vetëm me leju me u fut ajo e mirë, edhe ajo rahati, khullifu. Automatikisht fillon me ndryshu edhe ndjesia edhe shija jote. A shkon te Tebuk 800 kilometra, s'ka vetur, s'ka klim, do të ndej vetëm për shembull ai 3-4 njerëz mund ndru me 2 orë në Sahar, ata që kanë shku Sahar një herë dhe mos si fshat trupi e si lodhet, e si humb energjia e ushqimi, me ata pa ushqim 800 kilometra. Wa ala thalathati alladhina khulifu. Vetë ju ndryshon. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun, vazhdimisht përkujtoja vetes se kjo është rruga e vërtetë për rreth ki pengesa, ki joshje, po idealistë që ndron. Çka është problemi? Yaghfir lakum dhunubakum wa afal edhe gjunaat e juve, ju fun xhenetet e tij në ato vend qëndrime, në ato vend tubime të mira, e të këndshme, e të qeta, pa polemika, pa përçarje, pa ofendime, pa urrëtie, pa smir, pa zili, pa. Dhalik el-fawzul azim, që kjo është ai shpërblimi i madh, shpërblimi i vërtet, shpërblimi që ja vlen me sakrifiku me jap çdo gjë. U ukhra tuhibbunaha. Mi po thotë edhe tjetra që ju e doni. Çka është e tjetra?
është një farë tash menaj, Allahu pastaj na bjen nasrum min Allah. Ndihmën e Zotit, triumfin e Zotit, u fethun qarib, edhe shlirimin e afërt. Ja Rabbi inshallah sa më shpejt nga Gaza. Mirë po, nuk është kusht me e arrit triumfin e shlirimin çdo njeri. Pra, teksa sakrifikon e jep çdo gjë nga vetja, në të njëjtën ku mos shpreso, mos lakmo, mos e prit detyrimisht edhe triumfin e Zotit, teksa ti i gjallë. Shumë sahabe vdesën, shumë shokë të tij e dhan jetën, e sakrifikuan çdo gjë, nuk e arritën e nuk e shijuan as lirin, as lirimin e Mekës, as shtrijen e Seriatit, mirë po, nuk shkoi kot mundi e sakrifica e tyre sa ka që vëllezër ata edhe u pagun, edhe mbi gjitha lavdia, shembulli edhe ndikimi dhe gjurma e tyre vazhdon të jetë e gjallë edhe sot. Sidomos atje në Palestinë, tek shpirtat, tek ndjenjat, tek lëvizjet, tek vullnetet, tek domon aktivitetet atyre, ajo gjithmonë e përherë është e gjallë. Sakrifica e benës e atyre luftëtarëve atje në fillim, 48-ën, ajo është e gjallë për herë. Nuk vdes asnjëherë. Mirë po, për ta ndijat, duhet njeriu me bashkëtu me ndjenjen, me qëllimin edhe me synimin atij. Pra, për ta ndjej kështu realisht e një mend atë sakrificën e benës edhe qëllimin e tij përfundimtar, njeriu duhet njëherë me jetu me ndjenjen atij, me jetu me qëllimin e tij, me jetu me atë dëshirën që ti jetë mi po si veten, ti jetë mi po më mirë se veten. E ajo që është në Palestinë realisht, ajo është lëvizje gjallë. Edhe në fund Allahu në thirrjen e tretë, prap, ja ju alladhina amanu, pasi që na tregon madhështinë e qive e tokës, madhështinë atij vet na thirr në emër të besimit, o ju që keni besu, mos pretendoni diçka të madhe. Jeni të kujdesshëm me atë çka thoni, me atë çka bëni. E dyta, ja ju alladhina amanu, na tregon një rrugë e cila na dërgon tek ai, e që na shpëton nga dënimi i dhëmshëm, nga dënimi i xhenemit, nga skëterra e kështu me radhë. Prap në fund surës na thirr edhe një herë në emër të besimit. Surja e cila është surja e unitetit e surja e Safit, prapë edhe një herë na thirr në emër të besimit. Ja ju alladhina amanu, o ju që keni besu, kunu ansar Allah. Bëhuni ndihmës të Zotit. On tash thirrja e tretë, kush e ndihmon këtë fe, kush i del karshi e krah asaj, kjo thirrje në vazhdimsi u bë, pak i përgjigjen e përkupur. Pra, të pak njerëz i përgjigjen, pak njerëz janë afër e krah asaj, mirë pa Allahu, prap me atë foljen e urdhit kunu. O ju që keni besu, sikur kjo thirrje, sikur kombana, në vazhdimsi tek shpirtat e tyre që kanë mbet pak ndjenjë, s'po them pak besim, pak ndjenjë në çdo ditë, çdo orë vëllazër, sikur na thirrë, sikur vërtet sikur na çorton në vazhdimsi me foljen e urdhit kunu ansar Allah. Bëhuni ndihmës të Zotit, po si bëhet njëri ndihmës të Zotit duke ndihmu fenë e tij. Tamam Allahu thotë ashtu siç ju tha Isa alayhis salam atyre domon dishepujve të tij, shokëve të tij më të afërt, aty në nxënësave që i qëndruan besnik atij, nuk e lëshuan rrugën e tij. Men ansari ila Allah, men ansari ila Allah. Dy ajete. Kush është ai ose kush pe juve e cilët jeni ju, cilët realisht bëni ndihmës të Zotit duke ndihmu fenë e tij. Sa e bukur pas një vakfi me një vend përgjigje. Qal al hawariyun nahnu ansar Allah. E ka pru domon fjali emrore. Gjithmonë me lejen e Zotit deri në frymën e fundit na jemi ndihmues të fesë Zotit. Jemi ndihmues të Zotit, jemi në palën e Zotit, sepse gjithmonë në rrugën e tij gjithmonë për krah fesë tij. Në këtë mënyrë Zoti nëpërmjet kësaj thirrje tretë e përmbyll edhe surën duke na treguar rezultatin, duke na treguar përfundimin, sikurse po na tregon gjendjen e sotme. Fa amana ta'ifatu min bani Israil. Pra po dajte njerëzta. Domon momenti kur dohen ato, domon bot kuptimet, dohen ato taborët. Fa amana ta'ifatu min bani Israil dhe ka fa amana ta'ifatu min bani Israil. Edhe i besun, edhe ju përgjigjen, edhe i than po, edhe e dhanë zërë që kishin nga vetja e tij një grup, ta'ifatun e ka pru të pashume. Ndoshta një grup i vogël, sikurse edhe në vazhdimsi sot po ndodh, sikurse ndodh atje në Palestinë. Fa amana ta'ifatu min bani Israil. Një grup i vogël.
min beni Israil, prej beni Israilve. Thuhet për shembull se ka qenë 40.000, min beni Israil. Sta për shembull famen e taifetun, për shembull një grup i madh, për shembull taifetun kebiratun. Famen e taifetun e pruni edhe pashume me tregu se nashta s'kan qenë shumë min beni Israil. Prapë na tregu se një pjesë e tyne e vogël. Wa kafara taifa. Edhe mohoi një pjesë tjetër. Taifa e ka pru çashtu e kalon. S'ka shtu diçka tjetër. Ndoshta një grup i madh. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, i forcum, e ndihmum, e i përkram, e udulum Zot, e i bënëm triumfues ata që besuan mbi armës të tyre, mbi armikun e tyre, edhe ka pru domthon njëjs ala aduwwihim, sepse realisht besimtarët e kanë vetëm një armik, ose krejt janë një kundra besimtarëve. Gjithmonë kundër besimit, fesë, Zotit, Kur'anit, ata bëhen bashkë. Vetë se zemrat i kanë përçame, fa asbahu dhahirin, dhe ata dolen domthon triumfues edhe e fitun dhe e mbashtën armikun e tyre. E lutem Allahun e madhnuar që këtë ndodh në Palestinën të dashur, jo vetëm me lutje e nga këto, po Allah na bëf pi atyre që me shembullin tonë, me sakrificën tonë, u dalin gjithmonë karshi, edhe me atë që mundemi e me atë që dim, i ndihmojmë ata vëllezër tonë atje, ata luftëtarë të paepur të lirisë, të bashkimit, e unitetit, e besimit, dinitetit e fëmijëve, e gjithmonë u dalin ndihmë atyre të pambrojtur atje. E lutem Allah t'ja fitore, qëndresë, triumf sa më shpejt dhe ati armiku e zullumçari e kriminali. Zoti i dhar gjitha të mirat e na bashkoft hajër misi në sofën e Kur'anit e për Kur'anin. Allah i dhar gjitha të mirat e ju dhar shumë unitet e bashkim e mirësi e hare në zemra, në shpirt, në sofrat e juve, ballok e gjitha të mirat e na takoft vetëm ato ku Allah është i kënaqur e gjithmonë për Kur'anin edhe për kuptimet e tij. Faleminderit shumë nga zemra e mirupafshim.